Por edhe mund të flasim që viteve të fundit, sidomos pas përdorimit të shumë të rrjeteve sociale dhe mediave të ndryshme, po i referohemi kështu, edhe po ka çështje dhe probleme me dezinformimin. Por më saktësisht do të flasim me disa nga të ftuarit tonë që i kemi këtu në studio dhe që do ta zgjerojmë edhe më tutje këtë do të flasim me Korab Blaka, Korab mirëmëngjes, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Po. Dhe Fitim Klinako, avokat. Zoti Klinako, mirëmëngjes, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Edhe do njëta me ty po e nisi pak a shumë për këtë çështjen e dezinformimit, si qëndron realisht Kosova nëse flasim përgjithsisht për dezinformimin që përdoret. Ne vetë jemi media, po e dim edhe që sa shohim pasaktësi nga mediat. Në cilësinë e gazetarës tashmë ardha po flas dhe po i diskutoj që kjo situata sa i përket dezinformimeve në vendin tonë, shpesh herë në mediat kështu në lajme të cilat publikohen edhe në situata të cilat kanë të bëjnë me një çështje serioze, qeveri ose prokurori speciale dhe krejt këto, lajmet me dezinformime nuk mund të jenë, të pas parasysh që këto duhet të jenë të verifikume deri në momentin sa publikohen, por që në kategoritë e tjera shpesh herë kemi dezinformim të tyre, edhe që përballemi me lloj situata të tilla. Sa i përket dezinformimeve po ashtu, arta më harrojmë që në media tona e kemi pak një liri kështu që shprehemi shpesh, edhe që unë mendoj që në qëtë kohën të cilën kemi ardhë, shpesh herë informatat e shumta janë ka njëherë dhe dezinformim, sepse nëse veç përdorëm shfaqëm emra, publikim të fotografive dhe krejt këtu, për momenti për njerëz adekuate dhe për krejt ata cilët vendosim ose më shfaq vetet, pak është të rëndë dhe pak cilësohet si një dezinformim, sepse nuk duhet përdoret një lloj situate tillë, por që mbi gjitha, dezinformimet më shumë shfaqen në këto lajme të cilat janë në showbiz dhe krejt këto, cilët dëshirojmë marrë vëmendjen, ndërsa në lajmet politike nuk mund të themi që kemi dezinformim, sepse e dim që në bazë të momentit që kemi veç dezinformime, vim me situata cilat janë të pakëndshme, ku mund të vim me ndonjë gjykim ose të vim edhe në ato lloj situata që gjykojmë për fjalët të cilëve që kemi thënë. Ndërkohë që Korab ti si sheh pra këtë çështjen e dezinformimit këtu në Kosovë? Shikoni, të sqarojmë fillimisht termin dezinformim, sepse është term jashtëzakonisht i gjanë. Dezinformimi ka të bëjë me plasimin e informacionit për të krijuar narrativa të posaçme. Më thonë, nuk vjen drejt për drejt si të jemi nga folësi aty për aty, por ka një skenar paraprak të mirë menduar dhe të përgatitur. Dezinformimi është pjesë e një lufte hibride që zhvillohet ndaj një vendi, mund të vijë edhe të orkestrohet nga një vend armiqësor, kur kemi të bëjmë domethënë me rastin konkret Kosovës, fushata dezinformuese që ndodh në Kosovë është zakonisht burimin e ka nga informatat që vijnë nga dyshja ruse edhe serbe. Për këtë arsye ata tentojnë domethënë të krijojnë narrativa të tyre, të shmangin të vërtetën, të tregojnë domethënë gjëra të cilat realisht nuk janë, nuk ekzistojnë. Ata synojnë që të mashtrojnë publikun edhe ta orientojnë në drejtimin të cilin ata vetë dëshirojnë. Dezinformacioni për dallim nga keqinformimi, sepse keqinformimi vjen edhe si pasojë e gabimeve, ndërsa dezinformacioni nuk ka të bëjë me gabimin, por është çështje e cila përgatitet dhe ka skenar dhe ka dirigjent të saj. Ose ndryshe nga propaganda, për shembull, propaganda përdor disa lajme të vërteta, por e shtrambron realitetin. Përmes lajmeve të vërteta ose disa fakte të vërteta, ajo e ndryshon realitetin, tenton me ndryshu realitetin për me kriju një botkuptim që ajo vetë dëshiron. Pra dezinformimi bën pjesë në luftën speciale e cila i zhvillohet një vendi, fatkeqësisht pastaj edhe mediat vendore mund të binë si themi prej e kësaj dezinformimit, sepse nuk e njohin mirë narrative në armikut ose synimet armiqësore të një platforme informative që vjen, ose edhe mund të ketë, për shembull, mund të ketë edhe të tjerë të cilët e vërtet i besojnë, ose janë pjesë e atij diskursi që vjen për jashtë. Për shembull, shumica e informacionit që vjen drejtim Kosovës, dezinformacionit që vjen drejtim Kosovës, protagonist kryesor e ka shtetin e Serbisë. Edhe në këtë kuptim, domethënë ata gjithmonë tentojnë të ngrisin narrativa ku institucionet e Kosovës bëhen të pabesueshme për popullin tonë.
flasim special për shembull për policinë e Kosovës. Flasim pastaj për shërbimin inteligjent Kosovës, flasim për ushtrinë e Kosovës. Lajmet ose dezinformimi që vjen në drejtim të këtyre 3 institucioneve kryesore të sigurisë kombëtare është dezinformim tepër mirë i strukturuar dhe vjen, domethënë, për të arritur objektiva caktuar. Ajo që është shqetësuese për mendimin tim është lehtësia e mediave edhe gazetarëve ose e folësve, po përfshi edhe një pjesë shumë të madhe të një publiku jo të edukuar mirë medialisht, flasim këtu përmes rrjeteve sociale, të cilat i marrin këto agenda, këto dezinformata me lehtësi, nuk i vërtetojnë fare dhe nuk e kuptojnë objektivin e armikut dhe vetëm se shërbejen me to dhe vazhdojnë të dezinformojnë publikun shqiptar me to. Kjo është shqetësuese dhe kjo do në trajtim pak më të veçantë, mendoj unë. Po, sa i përket këtyre çështjeve, zotëri Klinaku, si mund të konsiderohet nëse nuk ka bëj edhe këto shpifjet e këto konsiderohen vetë se paditë civile, po si qëndrojmë realisht? Në parim, ja elaboruar një 2-3 elemente për 2 parafolësve. Informacioni edhe lajmi kanë një dallim mes tyre. Informatat janë informacione që ju jepen një grupit caktuar të personave për me i publiku ato si lajme ose si të vërteta. Lajmet janë krejt ato që janë pason edhe përmes mediumeve caktume, portaleve e të ndryshme plasuan të publiku i gjanë. Nuk kena të bëjmë me informat të sigurt të grupeve ose personave të caktume që bëhet një farë destinimi për me publiku në media të ndryshme, portale ku ta dion. Këto informata shpesh herë lajmi vjen edhe pa pas një farë informacionit sigurt. Edhe çdo informata që to lajme ose fake news neve na paraqiten përmes platformave të ndryshme që mundën më kon target i grupeve të ndryshme të cilat i lexojnë këto lajme. Me zhvillimin e teknologjisë, kur njerëzit kanë mundësi për me pas çosje në këto lajme të rreme ose këto të pavërteta, shpifje, fyrje e krejt, si me thonë, me i grumbullu, ka grup njerëzve që sot mundën me i bo search edhe me i pa dhe me i lexu ato. Normal, lajmet e pavërteta, informacionet e këtë këtu nuk datojnë prej kohës sotit, ato datojnë qysh më ti, si lajme fake news ose i pavërtet datojnë qysh prej vitit 1980, kur është përdorur për çështje ekonomike, politike e tjerë, po si me thonë bum të madh ka bo me zhvillimin e teknologjisë e tash, po mendoj që jena të ndryshu hala dhe të evolua hala me këtë teknologjinë artificiale që është shumë zërë për me dallu edhe prej neve që jena të kohën të lexu edhe në teren, e limo për një grup të caktuar që çka lexojnë, çka të shohin, e marrin si të mirëqenë dhe e besojnë. Lajmet e rreme ose të pavërteta, shpifjet, fyrjet që bëhen përmes mediumeve të caktuara ose përmes personave që shfrytëzojnë mediume të caktuara nuk konsiderohen si vepra penale, ato mund të ndjeken vetëm në procedura civile ku personat të cilët janë atakuar apo është dëmtuar imazhi, reputacioni apo si me thonë të mirat e tyre materiale ose personale, përmes mediumeve ato mund të zhvillojnë procedurë vetëm pa di për kompenzimin e dëmit. Gjykata duhet të vërtetoj përkatësisht dëmin dhe nivelin e shkaktimit të dëmit që është shkaktuar për me vlerësuar një kompenzim sa moral për personat të cilët është atakuar përmes mediumeve të caktuara, portaleve apo personave të ndryshëm të cilët shfrytëzojnë këto hapësira mediatike. Procedura për me zhvillu një person i cili është atakuar nga këto informacione normal është mi u drejtu mas pari mediumit, nëse po flasim për medium. Mediumi është i obliguar që na fat prej 7 ditëve që në periudhën kohore emisionin e caktuar të cilën është të bëjë dezinformim ose lajmi pa vërtet, të paraqes rrethonën tjetër ose pretendimet e palës tjetër mbi ato që ta demantoj veten. Në rast se televizioni, portale apo kushdo që është përdorur për me përhap këto lajme nuk e bën të njëjtën, atëherë mund të paditet lidhur me kompenzimin e dëmit material dhe jo material. Secili që don për me zhvillu këtë procedurë caktuar duhet që na fat për 3 muajsh të zhvilloj procedurën pranë gjykatës kompetente ku e rregullon ligji për gjykata.
në bazë të territorit. Është një sani interesant me cek që lajmet, informacionet të cilat mirën dhe publikohen si lajme, të cilat nuk i ka kontrolluar ose redaktuar redaktori, televizioni nuk është përgjegjës, nuk mund të procedohet kundrejt televizionit nëse redaktori nuk e ka vlerësu përkatësisht, nuk e ka filtru si informacion. Nëse personat caktuar të cilët përmes kanaleve, përmes kamerave, përmes shkrimeve të ndryshme, bojnë këtë lajm të rrem, atëherë duhet të procedohet vetëm kundrejt personit fizik e jo kundrejt mediumit. Për këtë arsye, në rastet kur bëhet filtrimi informacionit nga mediumi, nga redaktori, kryeredaktori e tjera dhe kë nuk e ka bëhë, si me thonë filtrimin mirë, atëherë edhe mediumi mund të jetë cak i padis për kompenzim në gjykat. Po, ndërkëtë, Zotri Blakaj, nëse flasim përgjithsisht për këto çështje të dezinformimit, cilat janë ndoshta temat ku bëhet më shumë të një çështje tillë në Kosovë, po flasim. Vetëm një plotësim të vogël me zotin Klinaku. Dezinformimi nuk ka të bëjë me modernitetin. Dezinformimi është i vjetër sa është historia e njerëzimit. Pasi që jemi edhe në Ramazan, domethënë lejoni ta rikujtoj një ngjarje e cila është përshkruar në librat e shejta, ka të bëjë me magjistarët dhe me faraonin. Pse përmendet magjistarët të tregimi i faraonit, përmenden për arsye se ata ka qenë njerëzit përgjegjës, të cilët e kanë orientuar opinionin publik të popullit, domethënë të cilin e ka sunduar faraoni. Ata kanë përhapur dezinformacione, domethënë edhe kanë kriju iluzione në mendjet edhe në syrin e popullit, e kanë ngatruar mendjen e tij. Në jo rastisht vjen domethënë edhe në librat e shejta, domethënë që është një veprimtari tepër e vjetër. Domethënë fillet e para të dezinformacionit janë me organizimin e parë shoqërisë njerëzore. Por që ka të drejtë domethënë kur thotë që me mjetet e informimit tashti është më masive dhe është më lehtë ndikueshme. Ndërsa tek fushat në të cilat vjen dezinformacioni, shikojeni, dezinformacioni ka rrezikshmëri të lartë. Për shkak të dezinformacionit ndodhin edhe lufta, ndodhin vrasje, ndodhin lufta, ndodhin përmbysje të pushteteve, domethënë ndodhin revolucione, gjëra të ngjashme. Për shembull, në aspektin ndërkombëtar, ne mund ta përmendim si shembull një dezinformim i cili është plasuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tepër masiv, që Iraku gjoja ka armë bërthamore dhe intervenimi ushtarak i SBA-ve në Irak, domethënë në luftën e Irakut, ka ardhur sikur i ndërtuar në këtë narracion. Por kur shkuan forcat amerikane atje dhe urrëzua Sadami, u vërtetua katëcipërisht që nuk ka qenë fare vërtet që Iraku ka poseduar armë bërthamore. Pra, dezinformacioni është çështje shumë e ndihshme, shumë e rrezikshme dhe duhet të merren ekspertët më të mirë të fushës me këtë temë. Jo rastisht në secilin shtet të botës ka të organizuara, si themi, qendra të cilat punojnë me dezinformimin. Janë qendra të specializuara të cilat marrin informacion dhe e klasifikojnë në është e vërtet ose në është i pavërtet. Ajo që vjen në drejtim Kosovës, si shembull konkret, po përmendim këtu, ose fillimisht për Ballkanin. Ajo që ndodh në Ballkan, për shembull. Në Bosnjë, shumica e mediave të cilat përhapin dezinformacion janë media të cilat vijnë nga Republika Gjenocidale Serbska. Janë të identifikuara 14 media dhe janë të klasifikuara si media që sponsorizojnë vazhdimisht me konsistencë, domethënë dezinformim publikut në Bosnjë. 15 të tjerat, të cilat i drejtohen Bosnjën, janë media në Serbi. Për shembull, kemi prej këtyre është media Alo, është media Originalno, është media, domethënë ka dhe media të tjera që janë klasifikuar me madje domethënë prej media perëndimore dhe për institucione perëndimore, që media që merren posaçërisht me dezinformimin në Bosnjë. Në Shqipëri, për shembull, ka një zhvillim ndryshe nga ajo që në Shqipëri janë mbi 600 platforma mediatike të cilat ekzistojnë në Shqipëri, shumica e tyre nuk ju dihet pronari i vërtet.
Kjo është një diçka shqetësuese. Ata më tepër, domethënë, zhvillojnë dezinformim për çështje për interesa ekonomike të çarçeve të cilat veprojnë brenda Shqipërisë, por mos të harrojmë kemi pasur edhe një konflikt jashtëzakonisht të madh në Greqi mes partive politike të cilat janë konfliktuar, domethënë me rezultate gjoja të dobta të financimit të Greqisë në media shqiptare. Domethënë atje ka plasur si skandal, domethënë që rezultati nuk është ai i cilin e kemi financuar. Pra tregohet që ka financime edhe të mediave nga shtetet e ndryshme. Edhe Kosova nuk bën pjesë, nuk është jashtë kësaj. Domethënë në Kosovë disa mediume janë mediume të cilat, si themi, janë mediume të oligarkëve, ose si themi të disa firmave të fuqishme ekonomike. Por në Kosovë zhvillohet një propagandë jashtëzakonisht e madhe përmes rrjeteve sociale. Ja ju jap një shembull. Për shembull, ka person me emër konkret i cili përmes Facebookut që është shumë i ndjekur dhe kjo rritja e ndjekshmërisë së tij është e përforcuar me metodat e teknologjisë, atij i ndodh shpërndarje për shumë tema dhe ai për shembull plason një dezinformim ku thot konkretisht drejtori i Agjencisë Kosovare për Inteligjencë thot komunikon me drejtorin e BIA serbe përmes emaileve. Domethënë kjo është lajm sensacional për media, domethënë të gjithë shikojnë ta klikojnë sepse është diçka bombastike një ngjarje e tillë, por e vërteta është komplet e kundërt. Domethënë spari ata që i njohin se si vepron komunikimi inteligjent dhe si janë organizatat inteligjente të organizuara, nuk merren fare me internetin edhe me emailat. Komunikimi përmes internetit domethënë nuk bëhet fare. Ai e plason këtë me një lehtësi jashtëzakonisht të madhe në Facebookun e tij dhe ka ndjekës. Por mos të harrojmë që kjo e dezinformimit e marrin edhe një pjesë e madhe e analizës së Kosovës. Dhe kjo është fatkeqësi. Ti po thu që analistat bin prej dezinformimeve? Tani, a bin prej dezinformimeve? A janë pjesë e dezinformimit? A e besojnë atë çështje është studim tjetër? Por ne e shohim vazhdimisht sepse plasohet në rrjet. Për shembull, kemi shumë shembuj. Ka jashtëzakonisht shembuj, unë mund të marr shembuj këtu gjithë ditën në të cilën analistët e veprojnë. Ja për shembull po lidhem edhe një herë me zotin Klinako. Zoti Klinako tha që për informacionin, domethënë nuk është vepër penale, po ka rast kur është vepër penale. Edhe ka ndodhur në studiot e Kosovës. Ja konkretisht, domethënë zbulimi i një sekreti shtetëror, domethënë nga mediat është e kodifikuar në kodin penal edhe e rrezikon burgimin prej 5 deri në 12 vjet. A ka ndodhur kjo? Po. Dhe si ka ndodhur? Ja me një lehtësi jashtëzakonisht madhe në studiot tona, domethënë përmenden emrat e gjoja agjentëve të shërbimit inteligjent Kosovës, që është jashtëzakonisht e papranueshme, është vepër penale. Por është edhe moralisht jo korrekte. Pse është jo korrekte moralisht? Po edhe me ligjet pse është jo normale. Sepse njeriu ose agenti ynë, nëse ai lajm është i vërtet, mund të jetë me shërbim ndoshta pikërisht në vendin armikut. Dhe ti nga studio këtu me një komoditet të madh, thua për shembull që Kolla Blokaj është agent i inteligjencës Kosovës, ndërsa unë mund të jem në Serbi atje, më rrezikon edhe jetën përveç se mund të rrezikosh edhe organizatën. Këto janë tepër shqetësuese dhe ndodhin vazhdimisht. Para disa ditëve patëm edhe një ngjarje me arrestimet e spionëve të cilët kanë vepruar në Kosovë. Kjo shfaqje, domethënë kjo ngjarje ka qenë një ngjarje shumë e madhe, shumë interesante. Edhe ajo që duhet ta potencoj unë në këtë rast është kjo, domethënë se përdoret gjithmonë një matricë interesante për të kamufluar informacionin, për të dhënë informacionin e saktë atje ku duhet, dhe në Kosovë ka një mbulueshmëri ligjore, por pastaj edhe mediale. Ja për shembull, po sjell si shembull, 2 të arrestuarit nga Ferizaj, njëri prej tyre, domethënë për cilin aktakuza është plot 55 faqe, me ato argumente të cilat shërbimi inteligjent ka dashur që t'ia jap publikut, sepse ka me qindra fakte të tjera për ta, të cilat nuk publikohen,
sepse rrezikojnë, si themi, hetimin e me të tjerëm. Por ajo që vlen theksohet të rasti konkret është që pas sulmit të Banjskës, domethënë, ka komunikim të këtyre persona me bijan serbe dhe djali i njërit prej këtyre, pavarësisht se nuk dua ta paragjykoj domethënë për veprimin konkret të babait, por ka qenë një gazetar i njohur në Kosovë, madje ka qenë drejtues i Asociacionit Gazetarëve të Kosovës. Kjo është tepër shqetësuese. E njëjta matricë përdoret për shembull edhe te rasti i arrestimit të serbës, e cila ka funksionuar brenda organizatës së OSBE-s. Ajo i është përgjigjur drejt për drejt një polici që në veriun e Kosovës, që është pjesë e policisë Kosovës dhe pjesë e agjenturës së Serbisë, edhe rrjedhimisht pas kësaj ka kaluar informacioni në Serbi të një person tjetër, domethënë i cili është agent i Serbisë në Novi Pazar. Por në Graçanica dhe në veri, kjo veprimtari mbulohet nga media, domethënë nga media. Pra janë matrica të njëjta të cilat përdoren. Ata edhe kyçen tentojnë të marrin informacion, informacioni që ju intereson e dërgojnë atje ku duhet, ndërsa neve na dezinformojnë. Domethënë, kjo është skema që paraqitet në vazhdimsi. Ndërsa sa i përket analizave për shembull, shikoj unë mund t'ju them një ngjarje ku dezinformacioni ka qenë jashtëzakonisht i fuqishëm. I marrim rastin konkret, rastin e zgjedhjeve që e patëm zgjedhjet në Kosovë. Ka pasur një koordinim jashtëzakonisht të fuqishëm të shumë akterëve që votat e këtij kryeministri që është në pushtet, domethënë, të vinin me një përqindje të madhe. Dhe ata e kanë shfrytzuar pikërisht dezinformacionin për ta goditur. Dhe ku konsiston ky dezinformacion? Konsiston në temën që ata i plasonin vazhdimisht publiku shqiptar që atë që ne vërtet i kemi pak delikate dhe kemi ndoshta si themi edhe frikë çështjen e sigurisë. Edhe thonin vazhdimisht. Më lejoni ta dërgoj deri në fund. Edhe thonin vazhdimisht. Do thonë, në qoftë se fiton kryeministri Kurti, përsëri, domethënë, rrezikohen largimi i trupave të amerikanëve nga Bën-Stilli. Kjo është një dezinformacion i pastër. Domethënë, kjo nuk ka asnjë lidhje me të vërtetën, as me analizën e sigurisë, as me atë që mund të vijë në të ardhmen. Thonin për shembull që në qoftë se fiton ky, raportet me SBA-n janë si themi katastrofike, edhe Kosova humb madje sponsorizuesin e saj pavarësisë. Po këtu kyçen një varg i njerëzve brenda kësaj skeme. Kemi edhe kryeministër, që do t'i drejtohem, ai që bëhet një herë general, gjithmonë mbetet general, edhe kur nuk është në funksion. Kemi kryeministër i cili në foltorën e parlamentit Kosovës thot që kryeministri aktual është agent i Serbisë, ndërkohë që mbulesën e fakteve nuk e ka absolutisht fare. Tani ky është një dezinformim i rrezikshëm i publikut. Ku konsiston rreziku në këtë dezinformim? Falni. Rreziku në këtë dezinformim konsiston se njerëzit presin dhe besojnë dhe është logjike që kryeministri paraprak ka informacione të sakta. Dhe kur ai i jep, domethënë njerëzit thonë po ky e di se ka qenë kryeministër, ky ka burime të informimit të sakta. Mirë po, për shkak që nuk jepen faktet, argumentet konkrete të kësaj gjëje, kjo është një dezinformim i pastër. Por dezinformimi vjen edhe nga aktorë jashtë Kosovës. Domethënë edhe diplomacia vepron si dezinformuese për rastin e Kosovës. Për shembull, ka shumë prej diplomatëve perëndimor ose diplomatëve të Bashkimit Evropian që vinë dhe na thonë neve që në qoftë se nuk bëhet demarkacion, nuk do të bëhet demarkacioni, do ndodh kjo. Dhe demarkacioni u bë, Kosova nuk fitoi asgjë. Kemi krijuar një precedent jashtëzakonisht rrezikshëm dhe kjo ka qenë fuqia e dezinformimit. Edhe me rastin e Zajednicës për shembull, shumë media e përmendin Zajednicën, por i përmendin si themi vetëm ato dobi të cilat mund të jenë të vogla, siç janë rregullimi i raporteve në thonjca të prishura me ndërkombëtarë të tjera, por nuk i japin rëndësinë e vërtetë rrezikut që vjen prej saj. Tentojnë të bëjnë një dezinformim. Të gjitha këtyre mendoj që duhet ju dalin përballë dhe të ndërprejmë
edhe t'i luftojmë sa ma tepër, sepse kështu e mbrojmë shtetin, Republikën tonë dhe shoqërinë tonë. Sa i përket kësaj çështje po? Më kish leju. Po. Unë i preka dy tema. Informacioni, lajmi, fake news që përcakton si lajme të pavërteta, shfifja dhe fyrja. Informacioni s'ka të bëj me ato që janë dëgjuar në lajme. Ato janë lajme. Ato janë lajme të vërteta ose të pavërteta. Informacioni është informatat, zonat specifike për një ngjarje të caktuar që ju jepet një personit të caktuar ose grupit të caktuar të njerëzve. Ato që ai ndëgjojmë në për lajme, ato nuk konsiderohen si informata, ato konsiderohen si lajme të pavërteta ose të vërteta, të cilat mbështeten mbi disa informata që informacioni ka të bëjë me ato që e marrin informatën për me plasu lajmin, jo me ato që ndëgjojnë ana. Po. Se informacioni ka të bëjë me një grup të caktuar që plasohet për me bo lajm. Mandej vjen te shpifja, që është e karakterit personal që njerëzit e thujnë përmes medias, dhe ofendimit. Kur e thashun e ma herët që datëm prej viteve 1890, kështë të fol për fake news, si termin i njohur, si lajmi pavërtet. Fake news ose lajmet të pavërteta, si informacionet është edhe zarmi gjyku. Ato konsiderohen sekrete, top sekrete, që janë një numër i caktuar i personave që kanë çosin to. Edhe për çata, edhe ato që e thashun që këto s'kena të bëjmë me vepër penale, jam të fol për lajme të rreme ose të pavërteta. Informacionet janë ato që filtrohen e që publiku nuk, si me thonë, si din, nuk mundet me pas qasje direkte, se kur e di publiku ma ai është lajm. Ai kur plasohet për një grup caktuar, për një masë caktuar të madhe njerëzve, ma ai konsiderohet lajm, edhe lajmi nuk mundet me u kon vepër penale se është problemi mbrana që nuk është bo filtrimi i informacionit. Te lajmet e rreme të pavërteta bazohen një numër i vogël i tyre të informimi ose dizinformimi. Jo krejt e kanë informacion një burim caktum ose një burim të sigurt për me plasu një lajm. Ato kryesisht ndërtohen mbi lajmet e personat e terenit apo gazetarë që janë teren dhe krijuan lajmet të caktuar për ngjarje ndodhi në vend. Ndërsa ato që janë pak ma komplekse, që i përmeni blokaj, implikimin e AKI-se, institucioneve tjera, ato si me thonë janë ma të vogla edhe janë ma delikate normal. Po barën e përgjithësisë edhe si me thonë përhapjen e këtyre informacioneve në publik që mund të jetë edhe vepër penale, e kanë personat të cilët janë brenda atyre që nxjerrin informata ose jo. Jo gazetari, jo redaktori, jo personi që e kanë dëgjuar dhe vjen sot në medium. Krejt kjo që thot në televizion, në medium është, si me thonë, një menim i veti, opinion i veti, edhe nuk përgjigjet penalisht. Është një vijë shumë e hollë mes asaj lirisë shprehjes edhe keq informimit edhe ofendimit, fyrjes ose lajmet rreme që e bën të publiku. Unë apeloj që krejt njerëzit të cilët janë target i këtyre lajmeve të rreme, që të zhvillojnë procedura që njerëzit me pas kujdes që qathojnë në medium, qathojnë para kamerave. Duhet ashtu të fuqizohen më shumë edhe këto ligjet lidhur me këto çështje? Ndikon ndoshta edhe kjo? Edhe qysh, më kanë vepër penale, lajme rrem, besoj që kishë ndiku pozitivisht. Po lajmet rreme, si vepra penale, është shumë problem me inkorporu në kod penal. Kjo i shbo... Tash po lidhem kështu fakte, edhe në ato që na ka ra me pa pak gazetari edhe me ditë këtu. Më mezi që veç ti e ke publiku një lajm edhe fakt që si shpërshëndëson edhe ti ka qenë veç lajm, edhe ka pas diçka të pavërtet cilën është thonë për një person advokat, aja ka marrë dhe ka shkuar ka qenë në gjykat për me dënu për shkak se ka qenë një shpifje kundër tij. Kështu që po i bie fakt që këtë situatë nuk ka përmend lajmin i cili është publiku, po shpifjet edhe informacionet të cilat i ka jep personi për një person advokat të cilat nuk i ka pas drejta. Shpesh herë zoti Klinaku kemi pa që gazetarët janë dënu, kanë marrë dënime për shkak lajmeve të cilat i kanë publiku. E ti po na tregon që në lajme s'mund të merret ndonjë vendim. Ja. Nëse nuk bëhet filtrim,
nëse unë jap opinion mrena përballë këtij mediumit, këto përballë se kamerës, ju nuk keni përgjegjësi për fjalën tim. Po. Se thon unë. A nëse unë ju thom juve një rrethon, një fakt, një pavërtet, edhe ju nuk e filtroni aton, normal që keni më konë përgjes edhe jo. Kanë, më falni, zotë Klinako, unë mendoj që edhe mediumet kanë përgjegjësi për shkak se ndodh, do të thonë, po përmendim çka po ndodh në mediat e Kosovës. Për shembull, në bazë të etikës gazetareske, në studio televizive, njerëzit që kanë vrarë dikën, që janë të dënuar për vrasje, nuk lejohet të orientojnë ose të mbajnë emisione nga studiot televizive. Kjo nuk ndodh në asnjë vend të botës përveç se në Kosovë. Në vendet e botës mund të ndodh që një i dënuar të merret në një intervistë, por ai brenda asaj interviste duhet të shpreh pendesën tepër të thellë për të përquar mesazh të shoqëria për një vepër të cilën e ka bërë dhe vetëm ajo i lejohet një personi të tillë. Ne kemi në mediat e Kosovës, domethënë ligjërues të cilët propagandojnë po e nxomm temën e konvertimeve fetare me një agresivitet jashtëzakonisht të madh. Ka person konkret nga Gjakova i cili në vitet 80 e ka vrarë djalin e vllajt të tij. Është i dënuar në Kosovë, domethënë për vepër penale nxitje të urrëties dhe përçarjes fetare dhe prapë vazhdimisht vjen në media. Kjo nuk do të thotë që media nuk e ka përgjegjësinë pse e thirr atë person kur e di, domethënë kur ja dim biografinë e tij. Por çështja është se media duhet të jetë përgjegjës edhe media. Sigurisht është, jo vetëm që duhet të jetë, por është përgjegjës, përse është përgjegjëse. Për shkak se shkelen rregulativat edhe kodi gazetaresk. Më thonë, si lejohet një person i tillë të vijë në publik edhe ti shfaq, domethënë, publikut Kosovës ose një vendi që është e rëndësishme një, a ndodh në Austri, a ndodh në Gjermani, a ndodh në vende tjera, jo. Dhe e dyta, gazetaria komplet, domethënë, si tërësi e gazetarisë nuk i lejohet absolutisht në asnjë shtet demokratik propaganda antishtetrore dhe si themi rregullimit juridik të cilin shteti e ka. Në mediat e Evropës nuk lejohet të flitet kundër demokracisë. Do thonë, është rregullim. Po besoj nëse nuk është diçka në rregull zotëri, duhet me të diskutojë zotëri Bjakaj. Po sidoqoftë, domethënë, përgjegjësia për këtë çështje ekziston. Për shembull, sepse veprimtaria antishtetrore është bukur afër ose në tehun e lirisë të shprehjes. Më thonë, liria e shprehjes nuk duhet me dërgu gazetarin, analistin, folësin, influencerin në pozita ku ai godit shtetin e vet. Që pak, zotëri Bjakaj, jemi edhe realista që pak edhe mediat krejt ato zgjedhin se çka duhet me diskutu pak njerëzit, në interesin e njerëzve. Çka ju intereson njerëzve, thojnë edhe në media. Ja vetëm një rast konkret. Do të thonë, në mediat Kosovës ka gazetar që shumë i njohur ose janë grupi gazetarë të njohur, të cilët sulmin terrorist që ndodhi të Serbska në Banjska dhe pastaj pasimin e sulmit ndaj domethënë asetit kritik të Kosovës Iber Lepencit, aty kanalit Iber Lepencit, e sjellin me një lehtësi jashtëzakonisht madhe në studio, sikur një bashkëveprim i qeverisë tonë me qeverinë e Beogradit. Domethënë kjo është përgjegjësi e plot, mund vjen keq, domethënë vjen keq për shkak se disa aktorë të tjerë shtetëror nuk janë në funksion, sepse këta njerëz duhet largohen ose duhet të disciplinohen dhe t'ju treguohen. Po disa nga ata kanë diskutuar edhe me ose duhet largohen fare nga media. Se nuk ke të drejtë të organizohesh, të flasësh në emër të lirisë fjalës, do thonë në aktivitet antishtetror. Kjo duhet të bëhet ndarse përgjithmonë edhe e qartë për gjithmonë. Se i përket asaj a duhet konsiderohet vepër penale një lajm i rrem ose një informacion ose një shpifje ose që po dione që mundet me ataku të mirën, materiale ose integritetin personal të një personit. Unë besoj që kjo dosht me konë nëse ishin ataku disa grupe të caktume që kanë vlera në vendin tonë. Për zonë shpifjet, fyrjet, lajmet e pavërteta drejtuar u qykës. E bën një ligj ose e inkorporon në kod penal, edhe thu që kjo është e mirë vitale vendit tonë që zguxon me u prek, edhe për çdo kushdo që të fol
pa vërteta lojme të rreme në qëto kena me godit. E merë një të mirë tjetër, bashkësit fetare, ose që vëdiju në diçka që na e vlerësojna, që është një, si me thonë, diçka e rëndësishme për popullin në përgjithësi, edhe e inkorporon kod penal. Po jo fyrje të drejtume kundrejt çdo individi ose kundrejt çdo personi. Se mandej krijohet një farlloj hamullie tepër e madhe që është zërë ma edhe gjykata dhe prokuroria me kanalizu këtë informacione. Informata sot si vjen veç prej mediumit. Lajmi sot nuk, lajmi në fakt, lajmi nuk vjen veç prej mediumit. Sot ka platforma të shumta që përmenaj jena të stëngarkume me ato që lexojnë anë për media të ndryshme. Ka plot njerëz që lajmin e merr prej TikTokut. E shkruan dikush ato user kod është, e shkruan një shkrim kod dhe ai personi që ka lexuar merr se si të mërqen. Një gazetar, një analist është i suksesshëm nëse ato që thot si lajm ka burime të informacionit sa më shumë. Një lajm, që ju ka drejtuar një opinionit ose shkon deri në 5 burime, konsiderohet si lajm tepër i vërtet. Lajmet të cilat burojnë nga vetë personit të cilat i atakuat ose i adresohet këtij lajmi. Qëra, këtu mohabete janë shumë komplekse. Ka njëherë janë shumë disa të vërteta që publikohen përmes mediumeve, po e zonë procedurat kundrejt bizneseve të caktume. Prokuroria ka nisë një hetim kundrejt një biznesit të caktum, edhe lajmi është i vërtet. Po domi që ka shkaktu me qatlajnë personit, ose shkrimi që është kë lajmi i pavërtet me titull ndryshme, me informacione kejtë ndryshme, sa mi morë do klikime, këj sjell një dëmë pa para po në biznesit caktum. Na kena pas në të kalumën, ku portalet të caktume kanë thonë që u kanë kështu i apostrofum shkrimi, filën biznesi nëzine të vjedh qytetarin me këtë lloj shërbimi që ofron, mos të ashtu. As nuk është zhvillu procedura, është një hetim, pesa është nis, kanë dalë inspektorat, policia, po lajmi është plasu edhe më biznesi veç ka dështu. A ky s'mund të konsideruar parim lajmi pa vërtet se për një me ka nejt kreditën policia në biznes. Amo domi që është ka këtu me lajmin që është kasu, është shumë problem. Mandej janë disa, ose po e zonë, procedurat kundër disa personat që shpallën pafajshëm. Më volumi i interesit, kur nuk e arrin nivelin e asoj që ka është arrit në momentin kur është plasu për herë të parë që arrestohet Filën Fisteku. Nuk e arrin. Prandaj edhe mediumet, edhe se cili portal serios, kisha me qujtë se ato që janë serios edhe i kanë personat caktuar, kisë më nësha s'mi adresu se interesit i është kejtë ato, kisha bo apel që edhe në rastet kur personat të cilët për një periudhë caktume ju është laku emri përmes mediave, përmes procedurave të caktume, mi jep një lloj pompoziteti, një lloj informacioni publikut, edhe kur shpallit i pafajshëm, edhe kur përshohen hetimet kundrejt tina, edhe kur del fitimtar procedura, që të njëjtin me akriju një farë gjendje ma reale dhe ma të pastër në publik. Nëse më lejohet edhe një temë të vogël, dezinformimi orkestruar ka synim edhe pengimi i zhvillimit ekonomik. Në shumë raste, për shembull, kemi shumë, si themi, organizata jo qeveritare, të cilat financohen me metodologji nga më të ndryshmet. Ka raste konkrete, domethënë, kur organizata jo qeveritare në Kosovë pengojnë investitus konkret ndërkombëtar. Synimet kryesore, domethënë, të dezinformimit për shkaqe të investimeve, domethënë, janë jashtëzakonisht dëmshme për shtetin, sepse ato tentojnë me përçu një mesazh që Kosova është shtet jo stabil për investitorët, është shtet në të cilin, domethënë, mungon siguria juridike, është shtet në të cilin, si themi, nuk ka mbrojtje për investitorin edhe gjëra të tjera. Këto të gjitha, domethënë, ndodhin në Kosovë dhe kanë ndodhur dhe po ndodhin po ndodhin edhe momentalisht. Po ju përmend, domethënë, një investim strategjik të cilin e ka synuar në Kosova që një kohë të gjatë, edhe ajo është themelimi i industrisë së mbrojtjes ushtarake.
industria ushtarake është një nga levat kryesore të zhvillimit ekonomik të cilit shtet botës. Më thonë, Polonia e cila zhvillimin e hovshëm ekonomik të saj e ka bërë përmes teknologjisë ushtarake. Kemi shembullin e Turqisë, për shembull, ku ngritja kryesore e ekonomisë të Turqisë vjen nga industria ushtarake. Dhe çfarë ndodh në Kosovë? Në Kosovë, 3 muaj përpara se të publikoj Ministria e Mbrojtjes, domethënë hapat konkret për dakordancën e themelimit të 2 ose 3 fabrikave për prodhimin e municioneve, në një portal të Kosovës del një shkrim jashtëzakonisht i gjatë që tenton ta implikojë ministrin e Mbrojtjes të Kosovës në afera, si themi, amorale me një grua, si themi, e cila është pajisur para 5 viteve me licencë për prodhimin e plumbave, të municionit. Domethënë, pse del 4 muaj ose 5 muaj ose 3 muaj përpara një shkrim i tillë në një portal? Del, domethënë, për të krijuar dezinformim që popullin të mos i mbështes pikërisht këto që themi investimet strategjike siç janë rastin konkret. Pastaj edhe kur e dha Ministria e Mbrojtjes së Kosovës që bashkëpunimi me Turqinë, domethënë me një firmë shtetërore turke, që është një nga firmat më të njohura në aspektin botror, që me një traditë gati 500 vjeçare në armatim, domethënë analistat edhe mediat tona me një lehtësi tepër të madhe e thonë që është vetëm propagandë për konsum të brendshëm, e godasin, tentojnë që gjëja të mos realizohet e tjera. Unë e pata një ndodhi personale ku një panel të cilët flasin shpesh në mediat e Kosovës për çështjet sigurisë, domethënë u paraqiten komplet kundër. Domethënë, edhe këtë zhvillimin kundër investimeve në këtë sektor, gjithmonë e zhvillonin në një tet të hollë për t'i lënë publikut, domethënë, ta interpretoj, jo po unë nuk kam thonë çështu se unë jam për investimet, ndërkohë që komplet ajo çështja që e flisnin ishte për të kundërshtuar ose për të krijuar mosbesueshmëri që një gjë e tillë do të ndodhë. Shikojeni si kanë zgjedhur shtete të tjera përballjen me dezinformimin. Si e ka zgjedhën, domethënë, si përballet SBA-ja me dezinformacionin që vjen nga Rusia, nga Kina, nga aktorë tjerë, domethënë, si përballen shtetet e Evropës. Janë matrita të cilat edhe Kosova duhet t'i importoj, mirë po si themi, t'i modifikoj për kushtet e veta. Nuk mund t'i largohemi këtyre çështjeve të dezinformimit përfundimisht. Jo, dezinformimi do të vazhdojë përgjithmonë, por mediat ajo që mund të bëjnë mediat. Mediat mund të bëjnë, mund të identifikojnë folës, ekspert të zot, të cilët janë në gjendje ta deklasifikojnë narracionin e pavërtet. Në studio, për shembull, kur flitet për çështje ekonomike, nuk ka pse vjen si analist njeriu i futbollit. Kur folet për aspektet të ushtrisë, të sigurimit, ose për aspektet të policisë, nuk kam pse vinë artistat aktorët e teatrit. Po, pak se s'po kem çare pa i thirr karrierë dhe këta sportit se janë përzita është politikë. Por, të thirrën ekspertët e lamides. Kjo çështja e ekspertëve, e folësve, cilët janë gjendje me plasu të vërtetën, me deklasifiku ato që vjen e pavërtet, në Kosovë ndodh tepër rrallë, edhe gjithmonë është një politikë defanzive. Në fakt, kjo duhet të jetë e kundërta. Fare nuk duhet ta ketë komoditetin një X folës që të vijë në studio dhe do të guxojë me një komoditet tepër të lartë me fol një dezinformim që ja shkakton publikut me cilin edhe i godet edhe institucionet e tij. Nuk duhet një jetë komod. Duhet një jetë i atakum, sepse në studio është një zonë ose një zotëri i cili vazhdimisht e zbërthen edhe nuk e pranon diskursin e rrem. Me lajmet e pavërteta, me krejt ato që sot ushqet publiku, kanë problem krejt shtetet. Bile kulmin e lajmeve të pavërteta kanë prish SBA në 2016. Që është, amenaj, as SBA nuk është shembull për me marrë për lidhën me këtë temë që po e flasim sot. Është fat që për një me këtë po menuna që po dina ka pak, edhe normal kena qef edhe me shprej edhe sportista dhe gazetare dhe krejt që janë.
avokate të përfshime dhe ashtu. Po, por vetëm mos të ngatërohen. Ekspertiza e fushës tjestë ekspertizë fushës. Po tash po shohim zoti Blaka, realisht mire ka dhe donjeta, po shohim që sporti është përfshi në politikë që diçka nuk ka ndodhur në për vendet e tjera dhe kjo po duhet vendit tonë. Normal që duhet të diskutojmë këto. Po, kjo është pasojë, më falni. Kjo është pasojë e një narracionit kombëtar. Do thonë, pse ka të drejtë? Për shkak se ja ke kriju mundësitë. Veçën sa nduhet. Pse po të shfaqet edhe ai në media, kur e ka pas mundësi të shfaqet nëpër politikë. Ta dëgjojë zoti Blako për përfundon. Lojmi pa vërtet, informacionet, shpifjet e kretë këto ndërtohen, krijohen për arsye, qëllime të caktuara. Kjo nuk do të diskutohet. Është në krejt botën. Për arsye politike, ekonomike, arsye të tjera. Edhe në Kosovë për të arsye. E kena pas tash një fushat zgjedhore që ja ka një bombardum prej lajmeve pa vërteta. Lajmeve, jo dezinformime, se informacion është këtë diçka tjetër. Ka pas dezinformata gëgja shumë, sidomos kohët fushatës? Ka pas dezinformacion, sa mundet më kona informacion më abet këtë tjetër, ose dezinformacion. Ka pas lajme mjaftueshme për me ushqy publikun me të pavërteta. Do t'i klinakë, një pyetje të fundit. A ke pa për shembull në ndonjë shtet ku i jepet hapësirë një personi i cili ka spionuar në vazhdimsi, historiku i tij është në vazhdimsi spion i armikut. A ke pa që ai thirret në studiot e vendit, më thon përveç Kosovës, një rast tillë? Mos e di që po ndodh ka në Kosovë. Vazhdimisht ka program që ftojnë personin që në vazhdimsi, babai i tij, edhe ai vet, madje ka ndodhur një vepër kapitale, i është vrarë babai për çështje spionazhit. Më thonë, dhe personi është i identifikuar edhe nga organet tona të sigurisë që është edhe bashkëpunon në vazhdimsi dhe cilat narrativa i sjell në studiot Kosovës, në studiot televizive tona, ja këto narrativa. Policia e Kosovës është sikur policia e Miloševićit në veri. Ajo që e bën Albin Kurti këtu e thanë një deklarat në Beograd, e thanë një deklarat në Beograd kohën e fundit, domethënë, që kjo që ndodh, që bën policia e Kosovës në veri është e njëjta që ka bërë policia e Miloševićit. Më thonë, a ndodh në një shtet normal dikush që është identifikuar edhe dihet, madje edhe organet e sigurisë e kanë të klasifikuar si tillë të ftohet mbledhja për të mbajtur diskurs. Kjo është absolutisht e papranueshme. Po mi pak realist, edhe në mediat edhe portale pak e bojmë këto për klikime dhe për krejt ato, sidomos për interesin e njerëzve, nëse veç kemi kësilloj persona me të fjalla në studio, ka interes. Dezinformacion është edhe organizimi i programeve të cilat tërheqin shikueshmëri të madhe të publikut në kohë kur armiku organizon diçka tjetër. Kemi pas për shembull një paraqitje ose një bombardim medial për aferën e grupit të Deçanit, domethënë me rastin e konvertimeve. Në të njëjtën kohë kur publiku kosovar po mbahej bombarduar me këta persona të dyshim, ndodhi sulmi në Iber Lepenc. Domethënë, kjo veprimtari po e marrim edhe shembull tjetër. E kemi edhe emisionin Big Brother, që merr një shikueshmëri jashtëzakonisht madhe. Ai e pengon publikun kosovar që të shoh trendet botërore. Me çka po informohen Big Brother në trend more. Edhe ky është dezinformim. Edhe këto janë programe të cilat dezinformojnë. Po mundona më ja shpjegu pak zoti Blaka, se krejt këtu pak çka dolin nëpër studio, edhe krejt çka thuhet nëpër portale është pak interesi i njerëzve. Çka do të bën interesi i njerëzve kanë me bëu televizione. Unë diskursin e kam në mbrojtje të shtetit, në mbrojtje të organeve shtetërore, në rritjen e besueshmërisë së këtyre, sepse kur rritet besueshmëria të organeve shtetërore edhe efektiviteti i tyre rritet. Policia ka jashtëzakonisht raste konkrete, domethënë në luftimin e shumë krimeve, ngjarjeve. Këto nuk plasohen në media. Çfarë merr shikueshmërinë? Domethënë, polici e pash një postim, domethënë kur policia e Kosovës e kishte arrestuar një vajzë, edhe ai personi që e kishte bë postimin shkruan, a janë këta polic, a janë bandit. Ndërkohë që vajza kishte grushtu policin. Në cilin vend të botës njeriu ka drejt guxon me grushtu policin. Kam jetuar 16 vjet në Austri. Ti me guxon, ajo është një lloj diskutimi nuk e lejon polici austriak me ty gjatë zhvillimit të procedurës. Fare, nuk ki të drejt as të flasësh, lemo ta godasësh. Dhe ç'a ndodh ky thotë këta janë bandit, shih si ja arrestoi. E papranueshme.
Po Zoglin Laku diçka për fund? Jo, faleminderit. Po më ne kena thonë dy tre elemente më shumë. Faleminderit. Dënjeta, faleminderit që laborum këto. Zoglin Laku, faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit për mundësinë. Të nderuar shikues, me kaq edhe po e përmbyllim vetë se emisionin sotëm